70 studentë nga universitetet të ndryshme të Tiranës janë diplomuar në Akademinë e Teknologjisë dhe Sigurisë Kibernetike në One Albania, e kthyer tashmë në një nga iniciativat më të rëndësishme të kompanisë për zhvillimin e të rinjve. Akademia përgatit profesionistët e së ardhmes përmes kombinimit të njohurive teknike, eksperiencës dhe kulturës në vendin e punës. Studentët u trajnuan përmes një programi praktik në teknologji informacioni, telekomunikacioni dhe siguri kibernetike. 2 vite më parë, isha pjesë e Akademisë së Teknologjisë, ndërsa sot jam pjesë e One Albania si specialist i skuadrës së Run Support. Puna me mentorët në atë kohë dhe bashkëpunimi i përditshëm me kolegët më kanë rritur të zhvilluar zakonisht shumë profesionalisht. Sot ndihemi vlerësuar dhe i kënaqur që One Albania ndihmon dhe mbështet të rinj nëpërmjet këtij programi. Zëvendës drejtoresha ekzekutive, njëkohësisht dhe drejtoresha e burimeve njerëzore në One Albania, Irida Bonati, u shpreh se akademia është konceptuar si një urlidhse mes auditorëve universitar dhe tregut të punës. Viti 2026 shënon edicionin e 10 Akademisë së Teknologjisë dhe Sigurisë Kibernetike të One Albania. Ata vinë në ambientet e One Albania, marrin mësime nga profesionistët tanë, bëjnë edhe praktik, pra është një iniciativë unike e cila kombinon praktikën me leksionet. Shpresojmë që studentët përfitojnë diçka shumë të rëndësishme për karrierën e tyre nëpërmjet këtij programi, ndërkohë për One Albania është një iniciativë shumë e rëndësishme e cila dëshmon faktin që ne investojmë shumë tek njerëzit. Në fjalën e saj gjatë ceremonisë, zëvendës ministre e infrastrukturës dhe energjisë Nkelej Damuçaj, e cila vlerësoi rolin e sektorit privat në fuqizimin e të rinjve përmes edukimit praktik dhe bashkëkohor. Jam shumë e kënaqur të jam sot. Siguria kibernetike do të duhet të sjellë nëpërmjet formimit në ambientet e punës, por edhe nëpërmjet akademisë, pra duke lidhur biznesin me akademinë, si një vlerë e cila do të duhet të shoqërohet pikërisht për të ruajtur dhe të siguruar integritetin e rrjeteve dhe të shërbimeve në këtë vend në të mirë të konsumatorëve. Duke rritur vazhdimisht standardet e edukimit praktik dhe profesional, Akademia e Teknologjisë dhe Sigurisë Kibernetike në One Albania është kthyer në një program që inkurajon kulturën e të nxënit dhe në një mbështetje konkrete për liderët e ardhshëm të teknologjisë.